gjahilije apo gjahilieti është një term më i veçantë, më thonë, të cilin ndoshta të gjithë nuk e kuptojnë, i thuhet çdo gjëje jo islame. Më thonë çdo gjë që nuk është islame është gjahilije. Dhe termi gjahiliet rrjedh prej fjalës xehel. Xehel do më thonë ignorancë. Pra ignorancë në fe. Do më thonë prej ignoranca në fe është xahilet. Kur s'ke dituri për fe, do më thonë një xahil. Edhe nëse në këtë botë i ke të gjitha diturit. Pra, qëllimi me termin xahilet, kur përdoret në ligjëratat fetare, po edhe në ajetet dhe hadithet, është për qëllim ignoranca në fe, e jo ndonjë ignorancë tjetër, sepse ka mundësi dikush të ketë tituj akademik, apo doktoratur, apo tituj tjerë më të mëdhej në këtë botë, mirë po përsëri në terminologjinë fetare të quhet xahil apo ignorant, sepse nuk e njeh Allahun dhe nuk e njeh pejgamberin alayhis salam dhe nuk e njeh fen e tij. E kjo është esenca e diturisë, sepse çdo dituri tjetër është e kufizuar me këtë botë.